Më duhet të përmend edhe një poet i cili sot nuk shkruan, jeton për fatin ton, e kemi, dhe ky quhet Gjevahir Ismail. Nuk e di se si vazhdon jeta e tij sepse është jashtë vëmendjes publike komplet. Del për ditë, pi kafe, ka shumë vështirësi në të komunikuar, artikuluar me vështirësi, por mban mend shumë. Për shembull, mua më mban mend. Çfarë pengu ke me Gjevahir Ismail? Çka ka ndodhur? Viti 97 ishte viti që e dim të gjithë. Ja, mes i marsit, në mos gaboj, erdhi me një tuf poezish, posaçërisht për t'i botuar te koha jo. I lexuam poezit, edhe mua ishin shumë të bukura, por ishin në ekstrem kritike me regjimin. Dhe që unë, duke ditur se çfarë regjimi kishte, realiteti. Që mund ta pësonte në një farë mënyrë, po. Unë nuk ja botova. Të nesëm erdhi prap. Dhe nuk erdhi ditën. Ti doje që ta mbroje nga ndonjë rrezik, nga ndonjë. Sikur e ndjeja. Erdhi pas dite. Njëherë më kritikoi shumë pse se kisha botuar. Unë sigurisht gjeta 1000 arsye shkaqe dhe e binda. Edhe sipas meje e binda, po ndoshta jo. Edhe ka ndenjur atë natë për të mos e zgjatur deri në orën 11 kur ne duhet të dërgonim bocetin në shtypshkronjë, faqja. Ai kam ngulte kështu domethënë, ishte e pamundur. Pasionant si natyrë. Edhe ne ja botuam poezit. Ja botuam e gazetës, e masakroi shiku, e rrau, shkoi në spital, edhe ai është viktim e regjimit, atyre njerëzve të cilit vetëm për qëndrimin e vet me poezi politik është sot në atë gjendje që është. Domethënë kishte bërë poezi kundër regjimit. Kjo është e gjitha. Tani kjo është një foto shumë të bukur. Është ky. E ke bërë fiks. Unë mendoj që ngjan. Shumë. Është Gjevahiri i poezisë shqiptare. I poezisë shqiptare që shumë poezi të tij ka bërë edhe Ardit Xhebrea këngë, që do të thotë që ka gjetë diçka aty një sekret të vargut. Jo çdo poezi mund bëhet këngë.